Afrodit, kemi dëgjuar që në përbot, jo vetëm në Shqipëri, që ekzistojnë organizata që japin gjak, pra dhe aty, do më thënë, ka njerëz të cilët ka njerëz japin vetë gjak. Jap gjak, qoftë me lek apo pa lek, pra për ndihmuar. A është gjë e mirë kjo t'japësh gjak, pra për? Po, gjakun një rreth parë njerë, gjakun që ke në trup që është i joti, mirë është ta mbash për vete. Ku e diti ku shkon gjaku që ti ke dhënë? Mund ta kish dhënë dhe falas, ka shumë njerëz këtu në Norvegji për shembull japin falas, ose edhe në Shqipëri xhanëm, me kuptimin që po ndihmon një të smur ose dikush që i duhet gjaku për të shpëtuar jetë apo ku e di unë. Me këtë qëllim njerëzit japin gjak për ndihmuar dikë që është smur ose për me një qëllim të mirë. Me një qëllim të mirë. Por në këtë matriks duhet të kesh parasysh që gjaku jot mund të shkojë tek njerëzit që janë drejtora, që ka një post shumë të mirë, që janë shumë të pas, këngëtar, famshëm, njerëz në gjithë botën, po them, nuk po flas për Shqipërinë. Po. Ose vetëm për Shqipërinë, po flas për gjithë botën. Dhe ata pinë alkool, drogë gjithë jetën dhe ka një shëndet jo të mirë. Në përgjithësi gjaku që neve njerëzit thjesht japin për të ndihmuar gjasmë të smurit, i shkon këtyreve. Pra nuk shkon. Mund t'i shkoj pedofilave, nuk njerëzit shumë të pasur, që te njerëzit që janë kujdes kujt ja jep gjakun. Sepse nuk e dija këtë. Ku e di ti që gjaku i shkon njerëzve që janë të smur dhe që ose bëjnë aksidente për shembull dhe kanë nevojë për gjak. Këtë e di unë. Kështu thuhet. Hajde kontrollohet ti ku të ka ik gjaku që në përgjithësi shkon njerëzve që janë ku dy gjakun tënd mund të përfundojë që ti t'i shtosh jetën një pedofili, ti t'i shtosh jetën një njeriu që ka pirë alkool, drogë gjithë jetën dhe ka shumë lekë dhe e blen gjakun tënd. Ja shton jetën këtyre lloj njerëzve. Nuk e di. Dhe me vullnetin tënd të lirë, sepse ka dhe njerëz që thjesht japin gjak pas pa paguar. Ose me çokoladë. Në Poloni i jepte një çokoladë ose diçka dhe që t'i jepje gjak. Dhe thuhet sipas detyrisë vedike, thuhet që nuk ka patur kur në historinë njerëzore që një njeri ta heqë nga gjaku vet për t'ia dhënë dikujt që nuk e di fare ku do shkojë gjaku. Sepse gjakun e ke për vete. Në gjak ndodhet shpirti. Dhe ti po ja jep. Ja jep shpirtin po ja jep. Edhe kujt po ja jep. Domethënë është një karm shumë e keqe. Dhe është budallallik. Pra nuk është mirë. Nuk është mirë fare, sigurisht që s'është mirë, është keq. Është debillik.